Prej një muaji, Vlora vuan mungesën e ujit të pishëm në pjesën më të madhe të qytetit. Për qytetarët vlonjat, një situatë e tillë është e papranueshme, sidomos në këto ditë që janë të nxehta për ta. Probleme me ujin hasen në lagjen Kushtrim, në lagjen Pavarësia apo stacionin e trenit. Qytetarët thonë se edhe ai ujë që vjen është i papërdorshëm dhe kur vjen është për një periudhë të shkurtër që s'na del koha as të mbushim botet. Nuk kemi ujë. Me probleme, shumë me probleme, sidomos në këtë të nxehtë të mos ketë ujë, qyteti është turpi më i madh që ekziston. Nuk e di çfarë po bën ky kryetari i bashkisë. Uji i pishëm na vjen një herë në ditë. O na vjen darkë, o na vjen drejt. Për një kohë të shkurtër, po ne ndezim pompat edhe unë e siguroj me pompë. Faktën ka një 15 ditë. Po normale mbase s'esh, po çfarë di bëjmë? Këto kushe janë. Këto kushe në paraqesin. E ujnë e pishëm lërë mos e nga, nuk është ujë pishëm. Dhe ai që vinë nuk pijet, nuk është muhabet fare, ujë pishëm. Ku ka ujë pishëm? Ka, vetëm vesh të mbuqën atë në radhim a gjikun vjen neja. Ku ka ujë pishëm? Të vinë me boljerë, nuk ka ujë pishëm. Sa ko, një jetë gjithë, sa rrojmë neve. Është akoma problemi me ujtë e pishëm, unë banoj në lagje Çole, dhe ujt vjen në mëngjes shpejt edhe ikën shpejt para orës 9 dhe në mbas dite vjen ora 5 edhe ikën qameti ora 8 e gjen në mbarë. Pra me orar është, po duhet ngrihet shpejt mëngjes edhe në mbas dite duhet kesh shumë kujdes se ikën vinë mbas orës 5. Vin shumë pak. Vinë për të ashtu hajde se mbushen enët, po ikën shpejt para orës 8:30. Referuar situatës, edhe prefekti i Vlorës Plator Nesturi tha se problemi i ujit është evident dhe ne jemi njohur me këtë problematik. Jam në komunikim të vazhdueshëm, tha ai, me bashkinë dhe drejtorinë rajonale të ujësjellësit të Vlorës për të zgjidhur situatën e furnizimit me ujë sa më shpejt. Çështja e ujit pishëm me të drejtë është një element i cili ka sjell shqetësime, sidomos në bashkinë Vlorë. Në këtë kuadër ne i dim problematikat, jemi në kontakt vazhdueshëm dhe me ujësjellësin Vlorë dhe kërkojmë pikërisht jo vetëm që ata të bëjnë punën e tyre, por njëkohësisht edhe ne jemi shumë suportues që ata të dalin nga kjo gjendje dhe që qyteti i Vlorës të mos ketë këto lloj mangësieresh. Po punohet fort në këtë gjë, edhe ujësjellësi i Vlorës ka një angazhim të shtuar. Shpresojmë që kjo situatë të kaloj shpejt në mënyrë që të mos kemi me të drejtë edhe ankime nga qytetarët. Pra, është një lloj dinamike e cila vetvete nuk është se thjesht statike, por duhet parë edhe në vijimësi. Problemi i ujit të pishëm në qytet, sipas informacioneve nga Drejtoria e Ujësjellësit, është një gabim në projektin e ujësjellësit, çka ka sjellë këtë ngërç.